Imagjinoni të zgjoheni një mëngjes të zakonshëm dhe pas disa orësh të gjendeni të akuzuar për një krim që nuk e keni kryer kurrë. Imagjinoni të kaloni 20 vjet të jetës suaj pas hekurave, duke ditur se jeni të pafajshëm. Kjo është historia e vërtetë e njeriut që refuzoi të dorëzohej, dhe se si ai mundi ta mbijetoj ferin më të madh në tokë. Sot do të ndajmë me ju një nga historitë më të tronditshme që kam dëgjuar ndonjëherë. Është historia e një njeriu që humbi 20 vjetët më të mirë të jetës së tij për shkak të një gabimi tragjik të sistemit të drejtësisë. Kjo histori do t'ju ndryshojë mënyrën se si shihni gjërat. Ishte një ditë e zakonshme pranvere e vitit 1995. Marku, le ta quajmë kështu për t'i mbrojtur identitetin, ishte zgjuar si çdo mëngjes tjetër për të shkuar në punë. Ai ishte 28 vjeç, kishte një familje të vogël dhe ndronte për të ndërtuar një jetë të mirë. Por kur u hap dera e shtëpisë së tij atë mëngjes, jeta e tij ndryshoi përgjithmonë. 2 oficer policie qëndronin para derës. "A jeni ju Marku?" pyetën ata. Kur ai u përgjigj po, ata i vun pranga dhe i than fjalët që do t'i përndjekeshin për 20 vjet. "Jeni arrestuar për vrasjen e Maria Petrović." Maria Petrović? Marku nuk kishte dëgjuar kur këtë emër në jetën e tij. Ndërsa makina e policisë largohej nga shtëpia e tij, Marku mendonte se kjo ishte thjesht një keqkuptim i thjeshtë, se brenda disa orësh do të ishte sërish në shtëpi, se drejtësia do të triumfonte. Sa gabim që ishte! Procesi gjyqësor ishte një makt i vërtet. Marku kishte një avokat që nuk ishte i përgatitur. Dëshmitarët që mund të dëshmonin pafajësinë e tij nuk u thirrën kurrë, dhe provat DE që do ta shpëtonin nuk ekzistonin akoma në atë kohë. Gjyqi zgjati vetëm 3 ditë. 3 ditë për të vendosur fatin e një njeriu për 20 vjet. Gjyqtarët u bazuan në dëshmi të dobëta dhe në një identifikim të pasigurt nga një dëshmitar që kishte probleme me të parit. Kur u lexua vendimi, Marku nuk mund ta besonte. 20 vjet. Ai vrau nga dhimbja. Familja e tij, që ishte në sallë, filloi të qante. Jetët e tyre sapo u shkatëruan. Por çfarë është më e tmerrshme? Fakti që vrasësi i vërtet ishte duke ecur i lirë në rrugë, ndërsa një njeri i pafajshëm po fillonte vuajtjen më të madhe të jetës së tij. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Burgu ku u dërgua Marku ishte një nga më të rëndët në vend. Qelitë e mbipopulluara, dhuna e përditshme dhe një sistem ku sundonte ligji i më të fortit. Ditën e parë, ndërsa ecte nëpër korridoret e errëta, Marku kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një vend për rehabilitim. Kjo ishte një botë ku njerëzit humbisnin shpresën, dinjitetin dhe shpesh edhe jetën. Por Marku mori një vendim që do t'i shpëtonte jetën. Ai nuk do të lejonte që burgu ta shkatëronte shpirtërisht. Ai filloi të mësonte. Lexonte çdo libër që mund të gjente. Mësoi gjuhë të huaja. Studioi ligjin, duke shpresuar se një ditë do të mund të gjente një mënyrë për t'u liruar. Çdo natë, pas orës së fikjes së dritave, ai shkruante letra familjes së tij, duke u premtuar se një ditë e vërteta do të dilte në dritë. Por vitet kalonin dhe shpresa filloi të zbehej. Viti i 5 të ishte kur Marku pothuajse u dorëzua. Gruaja e tij kishte filluar procedurat e divorcit. Fëmijët e tij po rriteshin pa të. Familja dhe miqt filluan ta harronin. Një ditë, ai mori një telefonat që do ta thyente. Nëna e tij, gruaja që kishte besuar tek ai më shumë se kushdo, kishte vdekur. Dhe ai nuk mund të ishte atje për ta përcjell. Atë natë, në errësirën e qelisë së tij, Marku mendoi se ishte mbaruar, se nuk kishte më kuptim të luftonte, se sistemi kishte fituar. Por pastaj ndodhi diçka e papritur. Një i burgosur tjetër, një njeri i moshuar që kishte kaluar 15 vjet në burg, u afrua tek ai. "Djali im," i tha ai, "unë kam parë shumë njerëz që janë thyer këtu, por ti ke diçka që të tjerët nuk e kanë. Ti ke të vërtetën në anën tënde. Mos u dorëzo kurrë, sepse ditën kur ti do të dalësh nga këtu, dhe do të dalësh, do të duhet të shikosh veten në pasqyrë dhe të dish se ke luftuar deri në fund." Viti 2010, 15 vjet pasi Marku kishte hyrë në burg, teknologjia DE kishte përparuar jashtëzakonisht. Organizatat për të drejtat e njeriut kishin filluar të rihetonin rastet e dyshimta. Një avokate e re, Klara Demiri, kishte marrë në dorë rastin e Markut. Ajo kishte lexuar dosjen dhe kishte menduar, këtu ka diçka që nuk shkon. Klara filloi të hetoj nga fillimi. Ajo foli me dëshmitarët, analizoi provat
dhe zbuloi se kishte gabime të mëdha në hetimin fillestar. Dhe pastaj ajo gjeti atë që do të ndryshonte gjithçka. Prova biologjike që nuk ishin testuar asnjëherë. Kur Marku mori telefonatën nga Klara, zemra i rrahte aq fort sa mendoi se do të vdiste. Marku, tha ajo, kemi gjetë diçka. Kemi gjetë prova që mund të çlirojnë. Por rruga drejt lirisë do të ishte ende e gjatë dhe e vështirë. Procesi i riapelimit zgjati 3 vjet të tëra. 3 vjet shprese dhe zhgënjimi. 3 vjet ku Marku jetonte midis ëndrrës së lirisë dhe frikës se mund të qëndronte në burg përgjithmonë. Klara luftoi me çdo mjet ligjor. Ajo solli ekspert ndërkombëtar, rihetoi dëshmitarët dhe më rëndësishmja, kërkoi që të testoheshin provat DE. Dita kur erdhën rezultatet e DNA-s, Klara e thiri Markun. Zëri i saj dridhej kur tha: "Marku, DE nuk është e jotja. Ti je i pafajshëm." Por kjo nuk ishte e mjaftueshme. Sistemi gjyqësor nuk donte ta pranonte gabimin. Prokuroria luftoi kundër çlirimit. Ata thoshin se provat DE nuk ishin të besueshme. Marku kishte provën e pafajësisë së tij, por ende nuk mund të lirohej. Kjo ishte tortura psikologjike në nivelin më të lartë. Por pastaj ndodhi diçka që askush nuk e priste. Vrasësi i vërtet u kap për një krim tjetër, dhe DE e tij përputhej me atë të vrasjes së Maria Petrović. Sistemi nuk kishte më zgjidhje. Pas 20 vjetësh, e vërteta kishte dalë në dritë. 12 qershor 2015. Kjo është data që Marku nuk do ta harroj kurrë. Dita kur portat e burgut u hapën për të fundit herë për të. Kur ai doli nga dera e burgut, dielli i dukej më i ndritur se kurrë. Ajri i dukej më i pastër. Zërat i dukeshin më të qartë. Për herë të parë në 20 vjet, ai ishte i lirë. Klara e priste jashtë. Ajo e përqafoi dhe të dy filluan të qanin. "E bëm", tha ajo. "E bëm, Marku." Por liria nuk ishte aq e thjeshtë sa Marku kishte menduar. Bota kishte ndryshuar. Teknologjia, njerëzit, madje edhe qyteti i tij dukej ndryshe. Ai ishte hyrë në burg si një njeri 28 vjeçar dhe po dilte si një 48 vjeçar. 20 vjetët më të mirë të jetës së tij ishin marrë. Fëmijët e tij ishin rritur. Gruaja e tij kishte jetë të re. Shumë nga miqtë e tij kishin vdekur. Kjo ishte fitore, por ishte gjithashtu një humbje e madhe. Muajt e parë pas lirimit ishin shumë të vështirë. Marku vuante nga ajo që psikologët e quajnë sindroma e rintegrimit. Ai kishte frikë nga turmët, nuk dinte si të përdorte teknologjinë e re dhe shpesh ndihej i humbur. Por çfarë mbajti gjallë ishte e njëjta gjë që e kishte mbajtur gjallë në burg: shpresa. Shpresa se mund të ndërtojë një jetë të re. Marku filloi të punojë me organizata që ndihmojnë të burgosurit e pafajshëm. Ai dinte se kishte mira njerëz të tjerë si ai që ende ishin në burg për krime që nuk i kishin kryer. Nëse unë mund të ndihmoj edhe një person të vetëm të shpëtojë nga ajo që kalova unë, tha ai, atëherë këto 20 vjet nuk do të kenë qenë krejtësisht të humbura. Deri tani, fal punës së Markut dhe organizatës së tij, 12 persona të tjerë janë liruar nga burgu pasi u provua pafajësia e tyre. Kur pyetet se si mundi të mbjetoj 20 vjet në burg pa u thyer, Marku thot: "E vërteta është se ka ditë kur u theva. Ka ditë kur doja të vdisja. Por mësova se forca nuk vjen nga mosurrënia, por nga ngritja çdo herë që biem." Ai na mëson disa mësime të rëndësishme. Së pari, mos i gjykoni njerëzit nga dukja e jashtme. Në burg, Marku takoi njerëz që dukeshin si kriminal të rrezikshëm, por që në të vërtet ishin njerëz të mirë që kishin bërë gabime. Së dyti, e vërteta ka një mënyrë për t'u zbuluar. Edhe kur duket se gjithçka është kundër jush, besoni tek e vërteta. Së treti, faleni, por mos harroni. Marku ka falur ata që dënuan padrejtësisht, por ai nuk harron, sepse kjo e ndihmon të parandalojë që t'u ndodh të tjerëve. Unë humba 20 vjet të jetës time, thot Marku, por fitova diçka që shumë njerëz nuk e kanë. Unë e di se ç'vlerë ka liria, ç'vlerë ka familja dhe ç'vlerë ka çdo ditë që ne marrim si të mirëqen. Rasti i Markut nuk ishte thjesht një histori individuale. Ai ndryshoi gjithë sistemin gjyqësor. Pas rastit të tij, u miratuan ligje të reja që kërkojnë testim të detyrueshëm DE në të gjitha rastet e vrasjeve, rihetim automatik i rasteve të mëparshme, trajnim më të mirë për avokatët e caktuar nga shteti, dhe kompensim financiar për të burgosurit padrejtësisht. Por ndikimi më i madh ishte ndërgjegjësimi i publikut.
Njerëzit filluan të kuptojnë se sistemi gjyqësor nuk është i pagabueshëm. Sot, fal punës së Markut dhe organizatave të tjera, ka më pak gjasa që dikush të dënohet padrejtësisht. Por puna nuk është mbaruar akoma. Kur dëgjoj historinë e Markut, nuk mund të mos mendoj. Çfarë do të bëja unë në vendin e tij? A do të isha aq i fortë? A do të ruaja shpresën për 20 vjet? Kjo histori na mëson diçka për natyrën njerëzore. Na tregon se njerëzit mund të mbjetojnë pothuajse gjithçka nëse kanë një arsye për të jetuar. Për Markun, kjo arsye ishte besimi se një ditë e vërteta do të triumfonte. Dhe ajo triumfoi. Sot, Marku jeton një jetë të qetë. Ai është martuar sërish dhe ka 2 fëmijë të vegjël. Ai thot se çdo mëngjes kur zgjohet, falenderon për lirinë që shumë prej nesh e marrim si të mirëqen. Miq, historia e Markut na mëson se jeta mund të jetë e padrejtë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të dorëzohemi. Ndonjëherë lufta më e madhe që luftojmë është me veten tonë, me dyshimin, me dëshpërimin, me dorëzimin. Çfarëdo që jeni duke përjetuar tani, vështirësi financiare, probleme shëndetësore, probleme në familje, kujtoni historinë e Markut. Nëse ai mund të duronte 20 vjet në burg për diçka që nuk e kishte bërë, ju mund të duroni çfarëdo që po përjetoni. Sepse në fund, nuk është sa herë bjem që përcakton karakterin ton, është sa herë ngrihemi. Nëse kjo histori ju preku, ndajeni me miqtë tuaj. Ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjojë sot. Dhe nëse keni histori të ngjashme që doni t'i ndani, shkruani në komente. Mos harroni të shtypni subscribe, nëse doni të dëgjoni më shumë histori të vërteta që frymëzojnë dhe mësojnë. Dhe shtypni këmbanën për të qenë të parët që dëgjojnë historinë tjetër. Deri në videon tjetër, mbani mend. E vërteta ka fuqinë të na çlirojë të gjithëve.